Më pyeti dikush në Instagram, kërkoj këshill, si të bëhem i pasur, tha. Po e kthej përgjigjen këtu. Kur të bëhem i pasur vet, e ta zbuloj se si bëhesh i pasur, do të ta them që të bëhesh edhe ti i pasur, më tepër se sa unë e se gjithë të tjerët. Por mendoj se nuk bëhesh dot i pasur duke ndetur në shtëpi, duke ndetur në divan, duke ngrënë kokoshka, duke parë filma apo scroll në rrjetet sociale. Nuk bëhesh i pasur duke ngrohur vezët, por bëhesh i pasur duke studiuar fort, sepse edhe ato mësime të cilat ndoshta në jetë nuk do të shërbejnë asnjëherë, të mësojnë diçka shumë të rëndësishme, që është disiplina. Vullneti, disiplina që të mos ndalesh përpara vështirësive, që sa herë të biesh, aq herë të çohesh. Dhe sa herë të vritesh, mos e bësh por të mjkosh plagët e të ecësh përpara. Pastaj, pasi ke studiuar mirë, punon. Mbile se mirë është të punosh edhe kur je duke studiuar, sepse të kalit të bën aq më të fort, akoma më të fort. Dhe kur fillon e punon, duhet të kesh edhe pak fat që të zbulosh se cila është rruga jote. Të kuptosh cili është drejtimi yt, e ardhmja, dhe jo drita në fund të tunelit. Por nëse nuk fillon të hapësh një tunel, nuk e për të parë dritë në fund të tunelit. Kupton? Mos shpreson ndonjëherë se duke ecur tek tuneli tjetrit apo tek rruga tjetrit do të bësh i pasur dhe i suksesshëm në jetë, qofse si sukses konsiderohen parat, gjë që unë se kam konsideruar ndonjëherë. Pastaj, duke punuar fort, duke dalë llapa 2 plëmb, një ditë të bukur zbulon që edhe duke punuar, edhe duke dalë shpirti, edhe duke sakrifikuar fort, siç kanë bërë prindrit tanë, gjyshrit tanë, shpeshherë në shumicën tërmuese të rasteve, 99% të rasteve nuk bëhesh dot i pasur. Sepse e tillë është jeta, më vjen keq të ta them, po e tillë është jeta. Jo të gjithë bëhen të pasur. Disa bëhen super të pasur, disa të tjerë të pasur, disa të tjerë një jetë mesatare, e disa të tjerë ngelen të varfër. Duhet ta konsiderosh jetën vetëm me fat që jetojmë në një epokë ku s'ka luftra, ku s'ka varfëri ekstreme, të vuashurie, ku s'ka kriminalitet të madh, të frikshëm, siç mund të jetë në vende të tjera të botës. Dhe ta shfrytëzosh këtë fat që me mend, me përkushtim, impenjim dhe ca sakrifica të vogla, sepse këto që bëjmë ne sot nuk janë sakrifica të mëdha, të ndërtosh të ardhmen tënde dhe të shijosh ditë pas dite, orë pas ore, minut pas minuti, sekond pas sekonde jetën tënde. Kjo është pasuria e vërtet që të ka ardhur si dhurat. Jeta, shijo jetën. Ciao.